Gjithashtu duat më japësh një koment edhe për rezultatin, e prisi apo jo në këto shifra? Tani, rezultati padyshim që është surprizues, besoj edhe për vetë Partinë Socialiste, por s'po të flas në emër të Partisë Socialiste, po flas në emër timin, por edhe të një pjesë miqve dhe kolegëve me të cilët ndajmë qëndrime dhe opinione gjatë ditës. Prisja një rikonfirmim të socialistëve për mbajtjen në pushtetit, prisja që as të mos kishte mazhorancën e nevojshme për të shumicën e nevojshme për të krijuar qeverinë, por t'i duhej ndonjë koalicion dobët sa për të formuar mazhorancën, por rezultati është për te i këtyre pritshmërive. Besoj do të presim fundin e zgjedhjeve për të kuptuar se përse është shkuar deri këtu, duke i dhënë Partisë Socialiste jo thjesht pushtetin, por duke dhënë një pushtet shumë të fortë, sepse unë mendoj që me trendin e leximit të votës, sikurse po ndodh një trend që nuk ka ndryshuar, që me hapjen e kutive të para mbrëm në mesnatë deri tani, mazhoranca mund të shkojë ndoshta bashkë me aleatin e saj, Partinë e Tom Doshit, deri në 85 vota në parlament, duke krijuar një pushtet të mjaftueshëm për të marrë vendime edhe më të mëdha nga ato që kërkojnë patjetër bashkëpunimin me opozitën. Kaq për këtë. Kiki, më jep edhe një koment për procesin e votimit. Si të është dukur, ka shumë pretendime nga opozita, por nuk është se ka patur ndonjë incident po i quaj të jashtëzakonshëm që mund të acënonte procesin e votimit. Por gjithsesi dua komentin tënd. Shikon, ne jemi mësuar gjithmonë që zgjedhjet ti përmbylli me përkufizimin. Kishte incidente, por ato nuk e cënuan standardin e zgjedhjeve, kishte probleme, por ishin më të mira se zgjedhjet e kaluara. Në këtë mënyrë ne kemi 35 vjet që përcjellim zgjedhje pas zgjedhje çdo 2 vjet, me raporte diku më të forta, diku më të dobta, vendase dhe ndërkombëtare. Unë besoj që ka ardhur koha që ne të mos mjaftohemi me kishte ca incidente, por këto nuk e cënuan standardin. Shqipëria është një vend që ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian, pretendon që pas 2 vitesh të përmbyll kapitujt dhe të jetë zyrtarisht vend antar i BE-s, dhe ku në zgjedhje nuk duhet të demonstrohet në mënyrë absolute asgjë nga këto që vërehen në rëndom dhe me të cilat ne jemi mësuar, tashmë jemi familiarizuar. Por kena të tipit ku njerëz antar bandash bllokojnë rrugën derën e qendrës së votimit, ku opozitarë antar të Partisë Demokratike gjemojnë nga pas njerëz të quajtur patronazhist që maskojnë kokën me kapuç xhupi me çantën kurriz që punojnë në zyra të pa banderuara të Partisë Socialiste, kështu me radhë, të lloj skenash nuk janë të denja për një vend që synon të shkojë nesër në BE. Ndaj në këtë drejtim këto mund të mos jenë skena që cënojnë standardin, që vënë në dyshim atë, por ne do duhet jemi më kërkues ndaj vetes, sepse këto janë zgjedhjet e para që ne i bëjmë në statusin e vendit që ka çelur negociatat dhe nuk duhet mjaftohemi me faktin që këto nuk e cënuan. Ne do të jemi kritik ndaj çdo gjëje që ka ndodhur dhe e ka cënuar në një farë mënyre qoftë sadopak këtë proces. Kështu që do doja këtu të ishim të pakënaqur me veten dhe të kërkojmë që këto histori të marrin fund, sepse kemi 35 vjet që bëjmë zgjedhje dhe ku jemi mësuar me skena ku kandidatët vinë vërdall qendrave të votimit, rrethuar nga grupe të fortisht, ca me mjekër, ca pa mjekër, ca njerëz të traumatizuar, njëri që bën foto, tjetri që rri ke dera, i numëron, njëri që hyn me foto ke dhoma e fshet kur voton t'ia çoj shefit. Por ka patur arrestime apo jo? Ka patur ndërhyrje nga organet e drejtësisë këtë vit. 7 arrestime për votën.